Të nërë shikues, përshëndetje dhe mirë se shihemi. Do të flasim sot në emisionin e radhës për kurbanin. Kurbani është një prej adhurimeve të rëndësishme në fenë islame, por cila është origjina e kësaj fjale, cila është origjina e këtij adhurimi dhe gjithashtu cilat janë përfitimet dhe benefitet dhe rëndësia që ka ky adhurim në fenë islame. Për këtë do të na flas Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Hoxh, ne gjithë kuptojmë se çfarë do thotë fjala kurban apo veprimi kurban, por si fjalë a mund ta përkthejmë ose si është origjina e saj në faktikisht jemi edhe në kohën e duhur në këto ditë, në këto kohë që është koha e kurbanit ose e kurbanëve, koha e Kurban Bajramit. Kështu që fjala kurban faktikisht në gjuhën shqipe nuk kupton atë dashin që theret, po faktikisht po ta përkthesh domethënë në origjinën e gjuhës arabe, në kupton ofrim. Pra diçka që ofrohet, diçka që të afron. Për këtë arsye edhe vjen nga folja qarrabe yuqarribu qurbanan, pra po ta shohësh shumë gjuhën arabe, domethënë rrënja e fjalës, ofroj, ofron, ofrohet, pra diçka që jepet si një stimul ofrues, diçka që paraqitet, si më thon, si sakrificë, po jo sakrificë, po jo, ka kuptimin e ta afron me Zotin. Pra kur njeriu bën një akt të tillë, e afron me Zotin. Nuk është vetëm kjo gjë që e afron njeriu me Zotin, po kurbani ka një diçka më të veçantë për shkak të simbolistikës së origjinës së tij dhe historisë së tij, se si ka ndodhur për herë të parë. Normalisht që kurbani ka edhe një lloj, le të themi, një lloj ndasie mes Islamit dhe të tjerëve se si shihet kurbani në Islam. Pra ka diferenca në Islam. Sepse ata e shohin kurbanin si një akt që ka ekzistuar përpara ardhjes së profetit Isa alayhis salam, si diçka që njerëzit mund të zhblenin veten e tyre, pra mund të pastronin nga mëkatet veten e tyre dhe me ardhjen e Isait nuk ka më nevojë, ndërkohë që në Islam nuk funksionon. Po në Islam cili është kurbani i parë që është bërë? Kush është bërë kurban për herë të parë? Kurbani si akt është bërë qysh në kohën e Ademit alayhis salam. Për këtë arsye Zoti thotë, kur dy bijtë Ademit patën konflikt me njëri tjetrin, "Watlu alayhim naba ibnay Adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar." Kujtoju o Muhammed njerëzve historinë e dy djemve të Ademit, të cilët i paraqitën Zotit i ofruan Zotit diçka që Zoti tua pranoi. Fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar. Zoti ja pranoi njërit dhe nuk ja pranoi tjetrit. Ky që Zoti ja pranoi, si më thënë, këtë sakrificë apo këtë kurban, domethënë, normalisht do thotë që ishte në të drejtë, ishte në të vërtetën, ndërsa ky tjetër nuk ishte në të vërtetën. Pastaj çohet i dyti dhe vret parin dhe është gjaku i parë i thërur në historinë e njerëzimit. Për këtë arsye çdo mëkat që ndodh për sa i përket vrasjes së njeriu në këtë botë i shkon edhe atij pjesa, sepse ai është i pari që e ka nisur traditë në historinë e njerëzimit, mëkatin e vrasjes së njeriu. Për shkak të rregullës se çdo kush që nisi traditë të keqe, çdo e keqe i shkon edhe mirë, kush nxit një të mirë. Le të vinte te kuptimi fetar. Pra thash, desha të them që kurbani është edhe diçka doktrinore. Pra kurbani në Islam nuk është shëblim nga mëkatet. Nuk bëhet kurbani që të pastrohemi nga mëkati i parë i mbartur. Jo, s'ka lidhje. Kurbani është një adhurim. Le të vim tek kufizimi fetar dhe i bëjmë dallimin. Kurbani është pikërisht kafsha që theret për hir dhe për kënaqësi të Zotit si shenjë e njësimit të tij, e cila duhet plotësoj kushte dhe kritere të caktuara dhe e cila theret në kohë të përcaktuar. Pra, kafsha duhet të ketë cilësi dhe kritere, duhet bërë në një kohë të caktuar dhe bëhet për hir të Zotit dhe për kënaqësi të Zotit. Pra këtu, po të shohë për kufizimin islam të kurbanit, nuk ka domethënë diçka që tjetë me qëllimin për të larë nga mëkatet apo për të shlyer nga mëkati i parë i mbartur etj etj. Nuk. Po pse profeti alayhis salam thotë që për çdo qime që ka kafsha apo me prejen e parë falen gjunahet. Me shpërblim. Jo, nuk thotë falen gjunahet, thotë me shpërblim. Me shpërblim. Me shpërblim. Pra, çdo qime leshi, le të themi, çdo gjë i shkruhet njeriu të sevap dhe i shkruhet njeriu çdo sevap automatikisht fshin një gjuna, po kjo nuk do të thotë se bëhet për të shlyer mëkatin e parë. Sepse në Islam nuk ka mëkat të mbarë, nuk ka mbartje mëkati. Dhe ky është dallimi, domethënë. Nuk ka mbartje mëkati, për këtë arsye
Kurbani zhvillohet si një objekt, si një moment sakrifice për të kënaqur Zotin e gjithësisë. Kurbani në vetvete pastaj është dy llojesh, kurban i lirë, pra që njeriu mund ta bëjë në çdo kohë, dhe kurbani i Bajramit, ky që i bëjmë ne për kufizimin në kohë të caktuar. Pra kurbani i Bajramit ka kohën e vet, 4 ditë, dita e Kurban Bajramit, pra dita e Bajramit, një ditë pas dhe 2 edhe 3 ditë mbrapa, pra gjithsej 4 ditë. Dita e Kurban Bajramit, dita e parë dhe dita e dytë dhe dita e tretë mbas ditës së Kurban Bajramit. Këto quhen ditët e Kurban Bajramit. Njeriu mund ta bëjë kurbanin në një nga këto 4 ditë mbas faljes së namazit të Bajramit. Pra, falet namazi i Bajramit, pastaj bëhet kurbani. Jo siç e bëjnë disa njerëz, të cilët bëjnë kurbanin përpara se të shkojnë me fal Bajramin. Ky është gabim i rënd, por falet Bajrami, pastaj bëhet kurbani. Ndryshe nga fitër Bajrami, që njerëzit e çelin me diçka përpara se të shkojnë për të fal Bajramin. Këtu është e kundërta. Madje është mirë dhe e pëlqyeshme që njeriu atë ditë që të shkojë për Bajram mos haj asgjë, në mënyrë që kur të kthehet nga Bajrami dhe theri kurbanin, gjëja e parë që ta fillojë le të jetë kurbani i tij, nëse janë mundësit, nëse nuk kanë mundësit, e çel në thonjza, pra han mbasi të kthehet nga falja e Bajramit, sepse mund ta bëjë kurbanin dhe ditën e dytë edhe. Ky është kurbani i Bajramit. Ky është kurbani obligativ. Pra çdo familje e ka për detyrë dhe e ka për obligim që ta bëjë këtë lloj kurbani. Këtu ka një abuzim, fatkeqësisht, që përhapet sidomos në Ballkan, që për çdo antar familje duhet bërë kurban. Kjo nuk është e saktë dhe ky është manipulim. Pra me sa duket kanë kontratë dhe marrëveshje me ferma, edhe duan që për çdo individ të familjes ju thonë njerëzit që të bëjnë kurban. Ky është mashtrim dhe ky është gabim. Por në medhebin Hanefi, çdo antar i familjes që ka arritur moshën e pubertetit dhe i ka mundësitë obligohet për kurban. Nëse ka mundësitë vet, personalisht, pra nëse në familje ka trashëgon diçka ose është marrëdhënie pune gjithë secili vet. Po, ka ekonominë vet, domethënë, atëherë ka për obligim. Ndërsa mendimi i xhumhurit, pra shumica e dietarëve është një kurban për familje, sepse i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam kur e bëri kurbanin tha, ky është për mua dhe për familjen time. Ky kurban vlen për mua dhe për familjen time. Ndërkohë që ne e dimë shumë mirë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte 9 pra bashkëshorte, nënat e besimtarëve, dhe nuk bëri 9 kurbane, po bëri vetëm një kurban për veten e tij dhe për familjen e tij, ndërkohë që bëri edhe një kurban tjetër për çdo musliman dhe muslimane që nuk ka mundësi deri në ditën e Kiametit. Kur bëri kurbanin e dytë, tha o Zot, këtë kurban po e bëj për çdo musliman dhe muslimane që nuk ka mundësi të bëj kurban deri në ditën e Kiametit, pa si më thënë nuk ka pse të ndihet keq besimtari ditën e Kurban Bayramit nëse nuk ka mundësi të theri kurban, sepse pejgamberi alayhis salam e ka bërë kurbanin për vete, për familjen e tij, po e ka bërë edhe për çdo musliman, pra për çdo familje besimtare që nuk e ka bërë dot kurbanin. Ju thoni që është obligim, pra ai person i cili i ka mundësi dhe nuk e bën, është një lloj, po themi, mangësie në adhurimin e tij, fare gjunahu, pra si konsiderohet kjo pjesë? Kjo dhe në çfarë kupton me mundësitë? Kjo është pastaj sipas mëdhëve, në disa mëdhëbe konsiderohet kurbani sunet i fortë dhe në mëdhëbet e tjera konsiderohet vajxhib, detyrë, dhe më saktë është që është vajxhib, sepse i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush nuk do të bëj kurban, mos të afrohet për të falë Bajramin bashkë me ne. Pra kush e ka ndarë mendjen që nuk do të bëj kurban, mos të vjas më u fal për Bajram. Pra gjë që tregon se është obligim dhe detyrë, kur janë mundësit gjithmonë. Çdo thot fjala kur janë mundësit. Kur janë mundësit do të thotë që njeriu ka mundësi të bëj kurbanin dhe ka çfarë i nevojitet për ato ditë, pra për ditët e Kurban Bayramit. Sepse dikush thotë, unë nuk i kam mundësit, ndërkohë që për shembull le themi ka në shtëpi, për shembull le themi 10 milion lek apo 10.000 euro, po thotë unë nuk i kam mundësit, sepse ka ndërmend që mas Bayramit bëj një dasëm, për shembull etj. Themi në këtë rast obligohesh që ta bësh kurbanin dhe nuk quhesh se si ke mundësit. Mundësit quhet ai, pra i pamundur, është ai njeri i cili nuk ka çfarë i mjafton për kurbanin apo për të ushqyer në ditët e Kurban Bayramit. Në këtë rast personi konsiderohet i arsyetuar. Ndërkohë, çfarë duhet të ketë parasysh personi i cili do të bëj kurban, pra para se të bëj kurbanin, a ka po themi gjëra dhe elemente që duhet i ketë parasysh? Atë kemi dy gjëra që duhen pas parasysh tek bërësi i kurbanit dhe porositësi gjithashtu dhe tek kurbani. Bërësi i kurbanit, ai që e bën për veten e tij, ose porositësi, pra unë nuk e bëj vetë kurbanin, po i them filanit që ta theri për mua. Bërësi dhe porositësi i kurbanit duhet që
me të hyrë dita e parë e muajit Dhulhixhe, pra 10 ditë e Dhulhixhes për cilin ne kemi folur, duhet që të mos shkurtoj flokët, mos të ruhet, mos të qetet deri në ditën e Kurban Bayramit, derisa të bëhet kurbani i tij. As thojt, as flokët, as qimet, as gjë. Për këtë arsye këshillohen këta njerëz që përpara 10 ditësh të marrin le të themi të gjitha këto disiplinat e higjienizimit të trupit për sa i përket kësaj pjese, në mënyrë që kur të hyjë ky 10 ditësh mos të prekin asgjë. Kjo ka të bëjë me personin, porositës, ndërsa personi që e therr kurbanin, nëse nuk është nga njerëzit që obligohet për kurbanin, pra unë mund të therr kurbanet e tjerëve, po vetë nuk e kam obligim, këtij i lejohet çdo gjë sepse nuk e ka për obligim dhe nuk obligohet me të njëjtat obligime që obligohet porositësi apo bërësi i kurbanit. Pjesa e dytë është tek kurbani. Kurbani duhet plotësojë disa kritere. Varet nga lloji i kafshës dhe cilësitë që duhet plotësojnë kafshët. Lloji i kafshës, kurbani bëhet në le të themi bagtitë e imta, në dele, në dhi, në bagtitë e trasha bëhet në lop, buall, po kështu edhe në deve, po këtej nga anët tona nuk ka deve. Atë këto janë kategoritë të cilat bëhet. Se një pjesë bëhen pula, thot mjafton derdhet pak gjak. Ja, nuk ka të bëj. Ky është pjesë e besytnis pastaj. Pjesa e gjakut duhet derdh patjetër gjak. Nëse nuk e ke për obligim, nuk ke nevojë të shpikësh diçka të re. Do thuash ti, po më që është Bajram, njerëzit po hajnë mish, dua të bëj diçka për fëmijët e mi si ditë gëzimi, nuk ka problem. Po jo që kjo zëvendëson. Po kjo nuk ka vlerë kurbani. Nuk ka vlerë kurbani. Faktikisht është një nga medhebi Dhahiri Ibn Hazm, i cili e thot këtë faktikisht, po konsiderohet mendimi i tij, domethënë i pa vlerë dhe nuk ka asnjë lloj baze, le të themi, logjike të shëndosh, pavarësisht se ai mbështetet diku, po logjika dhe arsyeja nuk e mbështet fare këtë pjesë, sepse pejgamberi sa më tha në delet 6 muaj e sipër, në vit 1 vit e sipër, në lopët 2 vjet e sipër dhe në devet 5 vjet e sipër, dhe nuk përmeni as pula, as gjela, as strusin dhe as një lloj shpendi tjetër, kështu që do të thotë vetëm këto janë të përcaktuara. Moshat, ndërsa për sa i përket cilësisë, duhet që gjëja që therret nuk është kush gjinia, pra sepse dikush thotë patjetër duhet të jetë dashur, jo s'ka lidhje, duhet të jenë pa të meta. Çdo thot fjala pa të meta, mos të kenë probleme me shikimin, mos të kenë probleme me ecjen, çalimin, dhe mos të kenë probleme me smundje dhe mos të kenë probleme me, le të themi, me shëndetin, me smundje edhe me dobësin, më mirë ta themi kështu. Pra, nuk duhet të kenë probleme me shikimin, pra që ti ushqyer mirë, ky është qëllimi. Nuk duhet të kenë probleme me çalimin, pra që shoqet e saj kanë kullotur mirë dhe kjo s'ka mundur të kullosi për shkak të çalimit. Nuk do të ketë probleme me ndonjë smundje, sepse kurbani bëhet për të ushqyer vetë dhe për të ushqyer njerëzit. Dhe nuk duhet të ketë probleme me dobësinë. Pra nuk duhet të jetë shumë e dobët, sepse njeriu po e therr për gëzim, për të gëzuar veten dhe familjen dhe për të gëzuar një të varfër dhe nuk bëhet për numër, për këtë arsye dhe bërja e kurbanit është një lloj, le të themi, ndërgjegjësimi që njeriu të interesohet për më të mirën, po njëkohësisht edhe për ata të cilët bëjnë kurbanet për tjerën, duhet të kuptojnë se është amanet në qafat e tyre që njerëzit do ta kanë besuar edhe do të japin këta të dy të llogari përpara Zotit, sepse njerëzit me dorëzimin e parave kanë dalë nga çdo lloj përgjegjësie përpara Zotit. Ndërkohë, si bëhet pjesa e ndarjes? Ju thatë që kurbani duhet të pritet mirë pas namazit të Bajramit. Edhe pasi e therrim, si ndahet kjo pjesë? Si është më mirë ose si është obligimi? Mund të konsumohet e gjitha për familjen? Duhet të shpërndarë e gjitha pjesërisht? Pjesa më e rëndësishme që ne nuk duhet ta harrojmë asnjëherë është fakti që duhet bërë kurbani për hir të Zotit. Kurbani nuk bëhet për askën tjetër vetëm se për Zotin. Në momentin që kurbani i kushtohet dikujt tjetër përveç Zotit, njeriu del nga feja. Pra ka njerëz që e bëjnë kurbanin nëpër varre, nëpër tyrbe, nëpër tash të quajtura vendet e mira, ku i diun. Të gjitha këto e nxjerrin njeriu nga Islami, sepse Zoti e ka ndaluar këtë. Fasalli li rabbika wanhar.
vetëm Zotit falju dhe vetëm për të bëj kurban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Thuaj falja ime, kurbani im, jeta ime, vdekja ime i kushtohen vetëm Zotit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, mallkuar nga Zoti ai njeriu i cili bën kurban për dikë tjetër, jo për Allahun, ose kur therr një kurban nuk e therr me emrin e Zotit. E pyetën pejgamberin alayhi wasallam, i thanë në kohën e xhahiliyetit, pra në kohën para islamike, kemi bërë zotim që therrim disa deve në filan vend. Ishte zotuar, Zot po ma bëre mbar, në filan vend do të shkoj të therr 5 deve. Tha pejgamberi alayhi wasallam, çoje në vend zotimin përveç se nëse ka qenë në vend ku idhujtarët ofronin sakrifica për idhujt e tyre. Në këtë rast ajo. Pra, nuk lejohet që musliman, edhe nëse thotë unë bëj bismillah, në momentin që e therr tek një vend që nuk është vend i shejtëruar nga Zoti për të bërë të kurbanin, pra nuk ka ndonjë vend të shejtëruar nga Zoti për të bërë kurbanin. Njeriu mund ta bëjë kurbanin kudo. Po zakonisht ajo që ndodh hoç se njerëzit nuk e bëjnë, zakonisht e bëjnë në vendet që quhen të shenjta, po ka dhe një kategori tjetër që nuk shkojnë te vendet, që thotë po bëj kurban sot për Zotin që të më ecin mbar, sepse sot është dita e Shën Gjergjit apo e festës verës apo e festës pranverës apo ku diun. Pra nuk shkon thotë unë për Zotin po e bëj. Po sot është ditë e mirë, thotë ditë e veçantë dhe na ecën mbar po e bëjmë sot. Absolutisht, domethënë ky konsiderohet shkak i pa konsideruar nga Zoti shkak. Pra njerëzit në raport me shkaqet janë dy grupe. Ata që besojnë tek shkaqet, që shkaqet mund ndryshojnë, mund të bëjnë, këta quhen idhujtar. Pra këta që besojnë tek vendet apo tek ditët edhe tek shkaqet, tek dita e verës apo tek dita e Shënjegjight, që i thon katunaria e Shqipërisë mesme e Shënjegjight faktikisht është në origjinë. Ata që e besojnë se kjo ditë ka forcën e vet për të ndryshuar, është idhujtari. E ata që besojnë se Zoti e ka bërë sebeb, ata idhujtaria atyre quhet idhujtaria e dytë, e shkallës dytë, pra jo ajo e madhe, po idhujtaria e vogël. Kështu që bërja e kurbanit, thjesht e thash për të thënë që nuk duhet na kaloj kjo pjesë. Bërja e kurbanit duhet të jetë për Zotin dhe për askën tjetër. Në momentin që bëhet për Zotin e gjithësisë, kjo tregon devocionin e njeriu. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin tanaluhu at-taqwa minkum. Tha nuk shkon ke Zoti gjaku dhe mishi i kurbanit, po shkon devotshmëria juaj. Pse? Sepse njeriu sakrifikon kur bën kurban. Kurbani kushton. Dhe njeriu po e therr një kurban, nuk është se njerëzit tani e ke parasysh me therrjen e kurbanit, shiqyr që u therr një kurban dhe një vit e mbuluan mishin. Kurbani është ndonjëherë barr, sepse edhe mishin e delës nuk është se njerëzit po e konsumojnë apo dhisa etj. Pa bëhet barr për personin, mirë po leku harxhohet. Atëherë në momentin që njeriu e bën, pavarësisht se nuk ka ndonjë benefit të madh, kjo tregon devotshmërinë e tij. Olakin tanaluhu taqwa minkum, shkon ke Zoti devotshmëria juaj, jo gjaku dhe mishi i kurbanit. Ndërsa për sa i përket ndarjes kurbanit, pëlqehet, është mirë që kurbanit ndahet në 3 pjesë. Kjo është e transmetuar nga të parët tanë dhe ka mbetur si traditë. Pra ndahet në 3 pjesë. Një pjesë e man personi i cili e ka therrur. Një pjesë e jep dhuratë dhe pjesën tjetër e jep sadaka. Cili është dallimi mes dhuratës dhe sadakas? Sadakaja jepet vetëm tek të varfrit, ndërsa dhurata jepet edhe tek njerëzit e pasur. Jepet edhe tek njerëzit e feve dhe besimeve të tjera. A është kusht patjetër ndarja në tresh? Nuk është kusht. Pra dikush e bën kurbanin dhe e ndan në 2 pjesë. Dikush e bën kurbanin dhe e ndan 10 pjesë. Dikush e bën kurbanin dhe e ndan 4 pjesë. Nuk ka asnjë problemi. Dikush e bën kurbanin dhe e konsumon të tërin vet. Absolutisht nuk ka asnjë problemi. Mblidhen familjet për shembull dhe dikush i ka bërë kurbanin e konsumojnë si familje. Absolutisht nuk bën asnjë problemi. Pra është e lirë situata dhe ka shumë tolerancë dhe hapësirë. Pra dikush që ndoshta është familje e madhe dhe nuk ka mundësi të bëjë vetëm se një, atë mund ta konsumojë. Absolutisht, po nuk përbën asnjë problemi. Pra nuk është kusht patjetër që duhet dhënë diçka. Mirë po, edhe në këtë rast për shembull, nuk është kusht të japi 1/3, mund të japi diçka sa për shenjë. Po që nuk e ka për detyrë. Për sepse në këtë rast, nëse themi kështu, kemi 2 sevape, një për kurbanin dhe 2 për sadakan që kemi. Për sadakan dhe për shpërndarjen. Pra merr më tepër vlerë kurbani jon. Po. Hoxh, ne bëjmë një shkutje shumë të shkurtër dhe rikthehemi temës kurbanit sërish pas pak. Normalisht shihemi në pjesën e dytë.
Rikthehemi që në studio dhe po flasim pikërisht për kurbanin. Hoxh, gjithashtu prej motiveve që njerëzit bëjnë kurban është bëjnë kurban për njerëzit që kanë ndruar jetë. A lejohet fetarisht kjo që të bëjmë kurban për dikë që nuk jeton? Faktikisht kjo është pra që sevapi ti shkojë aty. Po, atëherë kemi dy gjëra këtu. Kemi si më thën interpretime që kanë bërë mëdhëbet, ka fjalë në për dietarët e mëdhëbeve të cilët e tolerojnë një gjë të tillë, pra që njeriu të bëj kurban për shpirt të vdekurit, pra me kuptimin që sevapi dhe shpërblimi të shkojë të vdekurit. Mirë, po kjo duhet sqaruar në dy momente. Momenti i parë, kurbani nuk bëhet për shpirtin e të vdekur, po bëhet që sevapi i shpërndarjes së këtij kurbani të shkojë të vdekurit. Pra nuk theret kurbani për të vdekurin dhe a hajmë ne pastaj. Nëse do të bëjmë një kurban për shpirt të vdekurit, do të thotë e bëjmë me bismillah dhe e shpërndajmë që sevapi dhe shpërblimi të shkojë të vdekurit. Pra një lloj sadakaje për të. Sevapi shpresoj që të shkojë të vdekurit. Po therr një kurban për shpirt të babës apo të nonës apo ku e diun, edhe pastaj konsumohet i gjithë, atëherë çfarë u pa? E para, sepse bërja e kurbanit nuk është adhurim që dhurohet sevapi dhe shpërblimi i tij, kështu drejt për drejt, në mendimin më të saktë. Gjëja tjetër, nuk ka pse të kufizohet me kurban bajramin. Se këta që bëjnë edhe për të vdekurit e bëjnë pikërisht në kurban bajram duke besuar se duhet bërë në kurban bajram, ndërkohë që s'ka asnjë lloj argumenti. Pra, edhe pse kanë mendimet e dietarëve që e lejojnë, dhe përderisa është brenda mëdhëbeve nuk ka asnjë lloj problemi, por që sevapi i shpërndarjes të shkojë të vdekurit dhe nuk duhet patjetër kjo të institucionalizohet në rastin e kurban bajramit. Po kështu, do të thonë kemi edhe ato kurbanet, se do të e kam njëri të smur ose nuk është çel fati, do të bëjmë një kurban. Nuk ekziston kjo lloj forme. Nëse ti thua, un po bëj një kurban për njëri të smur që ta shpërndaj dhe sevapi i sadakas me niyetin që i smurit shrohet, kjo është okay. Nuk është çel fati, po jap sadaka mishin e këtij kurbani po jo që bërja e kurbanit çeli fatin apo bërja e kurbanit të shorit të smurin. Pra nëse themi mishi shpërndar si sadaka të shkojë sevapit të smurit, si sadaka që të shërohet, po, të shkojë sevapi këtij rasti si sadaka që të çelet fati, sadakaja, pa adhurimi, atëherë po. Ama ama thjesht bërja e kurbanit nuk ka për të argument. Nuk ka argument. Ose për mbarësi, apo po bëj një kurban për mbarësi. Nuk ekziston. Po bëj një kurban që të martohen fëmijë, nuk ekziston kjo gjë, domethënë. Ndërkohë, ngrënia e mishit të kurbanit, a konsiderohet pjesë e adhurimit, pra si është kjo pjesa tani e këtij mishi i cili ka një lloj shenjtërie, ka një lloj vlehere të veçantë, pjesa e mishit më pas? Faktikisht ajo që është shumë e mirë dhe pëlqyeshme është që njeriu të merret dhe të angazhohet, dhe po edhe të ushqehet nga mishi i kurbanit, ashtu siç ka bërë vetë profeti alayhis salam. Mirë, po nëse njeriu për shembull është në kushte të tilla që nuk i ofrohet ky lloj komoditeti për shkak të trafikut të madh që mund të ketë në atë kohë, për shkak të ndoshta edhe pamundësive që mund të ketë në familje, domethënë nuk ka ku ta vendosi, nuk ka ku ta ruajë etj. Dhe shpërndan gjithë, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Pra nuk është e domosdoshme, është e mirë, është e pëlqyeshme, madje është mirë që ditën e Bajramit, po nuk është kusht dhe nuk është i domosdoshëm. Pra kurbani e ka vlerën edhe nëse njeriu nuk merr asgjë për kurbanin e tij dhe jep të gjithën për hir të Zotit. Ndërkohë dikush bën një kurban, pra pjesë që është pjesë obligative, por nëse ka mundësi do të bëj më shumë kurbane. Çfarë vlere kanë këto kurbanet e tjera pastaj? Kurbani, çdo kurban që theret ka atë vlerën e kurbanit të parë. Pra sa le themi fije leshi, ndoshta do të ishte artikulimi më i mirë, që ka në të ati shkruhet sevap edhe shpërblim tek Zoti i gjithësisë. Pra, Zoti i Madh ja shkruan sevap dhe shpërblim, jo vetëm për atë që është obligim dhe detyrë, po për çdo kurban. Për këtë arsye, porositë e njerëzit që i kanë mundësi dhe kushtet që të bëjnë sa më shumë kurbane, se s'ka më mirë, se sa më shumë kurbane të bësh aq më mirë është. Ndërkohë, personi i cili përfiton nga kurbani, a duhet bëjë një dua, duhet personi që përfiton, pra merr prej mishit të kurbanit. Njeriu që përfiton nga kurbani është njëri prej dy njerëzve, ose përfiton nga kurbani direkt nga personi, dhe në këtë rast duhet t'ia kthej me falënderim dhe me lutje, ose i shkon kurbani nga
le të themi institucione të cilat merren me mirë menaxhimin e kurbaneve. Në këtë rast normalisht lutet për shpirtrat e atyre që kanë kontribuar, për ata njerëz që kanë kontribuar, sepse nuk ka të bëjë direkt me personin. Ndërsa institucioni nuk ka se përse, sepse institucioni në fund është duke bërë detyrën dhe domethënë është duke çuar amanetin në vend dhe nuk është se edhe paguhet fundit për atë punë. Ndërkohë, a mund të merren lek borx hoxh për të bërë kurban? Pra momentalisht nuk i ka mundësitë, a mund të marrë lek borx për që të bëj kurbanet? Apo nuk ka obligim? Lejohet një gjë e tillë, por nuk e ka për detyrë. Ai nuk e ka për detyrë, po thotë duhet marr borx se duhet ta fus gëzimin dhe të jap simbolistikën e Bajramit në familje, lejohet. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi, po thjesht ngarkohet, pra nuk e ka detyrë nga Zoti, e bën, Zoti e shpërblet. Domethënë e bën me sakrificë plus, domethënë, po obligim nuk e ka. Ndërkohë, ky mish që therret gjatë kurbanit duhet të konsumohet ditët e Kurban Bajramit apo është një mish që edhe mund të konsumohet ditët e vonë? Nuk është kusht. Domethënë mund konsumohet edhe më mbrapa. Për këtë arsye kemi atë që quhet Ejamut Teshrik, ditët e Teshrikut, dita e Kurban Bajramit dhe 3 ditët e Teshrikut. Fjala Teshrik do të thotë tharje mishi, nga që nuk ka pas frigorifera, çfarë bonin? I thernin kurbanët dhe e ndanin mishin me fije të holla, e rrinin si peta, edhe e lenin diell, duke qenë se nxehtësi e madhe, domethënë ato zona, edhe thahej dhe si themin e pastërmaja ose mishi i thatë, edhe e përdorin gjatë gjithë vitit. Pra nuk është kusht që të përdoret patjetër në ditët e Kurban Bajramit, mund të përdoret më vonë. Ka ndodhur një vit faktikisht që pejgamberi alayhis salam i ka ndaluar njerëzit që ta depozitojnë mishin e Kurban Bajramit, pastaj vitin tjetër i ka lejuar ta depozitojnë, sepse atë vit ishte vit urie dhe ti depozitosh mish ndërkohë që njerëzit vuajnë nga uria, kjo s'është normale, për këtë arsye i ndaloi. Pastaj vitin tjetër u tha është lejuar që ta depozitoni, pra ta thani, për këtë arsye dhe quhen Ejam Teshrik. Pra desha të them që mundet që mishi i kurbanit të konsumohet edhe mbas Bajramit. Ndërkohë, çështja e Kurban Bajramit është dhe një çështje tregtie tashmë, edhe tregtarët shpesh kanë qejf që dhe të përfitojnë nga ajo, po ndërkohë klientët kanë qejf që ta marrin me një çmim sa më të ulët. A lejohet që të bëhet pazar nëse i themi? Po faktikisht është si besytni, bërë mirë që e kujtove, është një besytni që e besojnë njerëzit që kur shkon njëri për të bërë pazarin e Kurban Bajramit, çmimi që jepet nuk duhet ta kthejë mbrapsht. Kjo me sa duket është manipulim nga ana tregtarëve, kasapëve, që kanë dashur që t'ju eci marr për Kurban Bajram, kështu që çfarë çmimi të vjen ata të jetë i padiskutueshëm, jo, kjo është manipulim, nuk është e vërtetë, është prall, por lejohet bëhet pazar që ç'ke me të. Ndërkohë ka dhe një element. Ka dhe histori të bukur nga koha e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi sa i dha njërit 1 dinar për të blerë një dash për kurban. Shkoi ky në pazar edhe bleu me gjys dinari 2 desh, njërin e shiti 1 dinar, edhe i solli pejgamberit alayhis salam edhe dashin edhe dinarin. I tha pejgamberit sa çfarë ke bër? Tha pejgamberi Zot, ta çove për të blerë një dash. Dashin ta solla dhe ja ku janë lekët për atë tregti. Kështu që do thotë tregtia jo vetëm që nuk është e ndaluar, por se tregon një lloj aftësie të personit. Ndërkohë në këtë kohë ka dhe thirrje të ndryshme për raport me Kurban Bajramin. Pra ka shoqata ose organizata ose institucione që marrin përsipër bërjen e kurbanit. Personi ku obligohet që ta bëj kurbanin? Pra mund të gjejë diku ku qetësohet zemra dhe shpirti. Nuk ka ndonjë obligim. Se diku mund të jetë thirrje më larg diku më afër. Mund të qetësohet tek një shoqat, mund të qetësohet tek një fondacion, mund të qetësohet tek një xhami, mund të qetësohet tek një mestini, absolutisht ku të qetësohet zemra e njeriu. Normalisht le të shohë dhe interesin e vet, fundit. Pra nuk ka pengesë për ofertën më të mirë. Po, absolutisht, s'ka asnjë problem. Zoti shpërbleft. Amin edhe juve. Nërmiq, këtu mbyllim dhe takimin e sotëm, folëm për kurbanin, historikun e tij, vlerat e tij dhe çfarë duhet kemi kujdes në raport me kurbanin që ai të jetë sa më i plot dhe sa më i saktë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe do të jemi sërish së bashku në javën e ardhshme. Deri atëherë kalofshi sa mirë.